Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në Fier, ku endacaku 60 vjeçar Qiriako Ferti u gjet pa ndjenja dhe me shenja dhune. Ai u transportua urgjentisht në spitalin rajonal Fier, ku mjekët konfirmuan se vuante nga probleme të rënda mendore dhe kishte kërkuar ndihmë një javë më parë. Ky rast tregon dështimin e plot të Bashkisë së Fierit dhe të kryetarit Armando Subashi, të cilët nuk i u gjendën pranë Qiriakos kur kishte më së shumti nevojë. Shërbimi social nuk bëri asgjë për ta mbrojtur, duke e lënë të vetmuar dhe të ekspozuar ndaj dhunës dhe rreziqeve në rrugë. Policia po heton ngjarjen për të sqaruar nëse plagët e Qiriakos janë pasojë e dhunës apo vetë dëmtimeve nga gjendja e tij psikologjike. Megjithatë, rasti i të moshuarit Ferti tregon qartë se Bashkia e Fierit dhe Subashi nuk e marrin seriozisht mbrojtjen e qytetarëve në nevojë, duke i braktisur si Qiriakon.